Në Lezhë janë zhvilluar një sër aktivitetesh në kuadër të 113 vjetorit të pavarësisë, të cilët nisën ceremoninë e ngritjes së flamurit pranë obeliskut të pavarësisë dhe vijuan me shfaqje artistike të organizuara për këtë ditë të veçantë. Për kryebashkiakun Pjer Indreu dhe prefektin Tauland Malshi, kjo është një ditë reflektimi dhe nderimi për një ngjarje themelore të historisë sonë kombëtare, por njëkohësisht edhe një moment për të vlerësuar 10 figura të Lezhës që kontribuan me sakrifica dhe vizion në rrugën drejt lirisë. Sipas tyre, mbetet detyrim moral që kjo ëndër e rilindësve dhe patriotëve të vijojë të çojë përpara zhvillimin e vendit. 28 nëntori është dita më e rëndësishme e këtij kombi, dita e pavarësisë. Pikërisht 113 vjet më përpara është realizu ajo ëndër shumë shekullore që filloi që me Skënderbeun, me luftën e tij 25 vjeçare, me gjithë përpjekjet e shumë aktorëve shqiptarë ndër vite dhe u konkretizu me shpalljen e pavarësisë. Ne në këtë 113 vjetor bëhemi si gjithmonë bashkë për ta celebruar këtë ditë, si ditët siç thash më të mëdha të këtij kombi, për të treguar mirënjohje, për të treguar nderim, për të treguar përulje, për të treguar se ne nuk harrojmë kurrë përpjekjet, sakrificat dhe gjithë shka bën Ismail Qemali, Luish Garakuqi dhe gjithë firmëtarët e pavarësisë. Shqipëria që nga ajo ditë ka pësu shumë ndryshime. Rruga e pavarësisë nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Në rrugën për pavarësi ne kemi kaluar nëpërmjet luftave, kemi kaluar nëpërmjet përpjekjeve për zhvillim, nëpërmjet pengesave, por gjithsesi, sot gjithë ne jemi krenar se pikë pari gëzojmë lirinë dhe në këtë liri ne jemi munduar dhe po mundohemi çdo ditë të ndërtojmë një jetë më të mirë për qytetarët tanë. Me këtë merr më shumë vlerë, Shqipëria bëhet më e fortë, shqiptarët bëhen më të begat dhe ne jemi më të gëzuar. Na duhet më shumë besim, më shumë solidaritet, më shumë dashuri, më shumë bashkëpunim me njëri tjetrin që ta bëjmë Shqipërinë edhe më të mirë. Na duhet më shumë punë, më shumë përkushtim që ta bëjmë jo vetëm Shqipërinë, por Lezhën tonë të dashur, sepse siç u tha edhe nga martja, në Lezhë me 2 marsin 1444 janë hedhur themelet e këtij shteti, që pastaj janë pasu me ngjarje të tjera siç është ngjarja e pavarësisë. Dhe është momenti që ne të kujtojmë idealet, sakrificat dhe vendosmërinë e atyre të burrave të dheut që me guximin e tyre besuan se ky komb dhe ky vend meritonte që të jetonte i lirë dhe sovran. Lezhë dhe trevet e saj në rrjedhën e historisë ka qenë gjithmonë një prej kolonave të identitetit dhe të historisë kombit ton me figurat e saj që kanë qenë ndër vite. Për ditën e flamurit, Lezhë është dheshur kuqezi, një dekor simbolik që pasqyron rëndësinë dhe krenarinë e kësaj feste për çdo shqiptar.